Beyoncé, $760 milion. Ikon botërore e muzikës dhe biznesmene e suksesshme, ajo gëzon një pasuri të konsiderueshme të fituar përmes muzikës, turneve dhe markës së saj Ivy Park, e cila e kombinuar me kapitalin e bashkëshortit Jay-Z i kalon $3 miliard. Beyoncé është një nga këngëtarët më të shitura të gjitha kohërave, me mbi 200 milion disqe në mbar botën. Turnet e saj kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshme. Vetëm Renaissance World Tour 2023 arkëtoi në total mbi $579 milion. Të tjera nisma të suksesshme të saj janë Ivy Park, linjë me veshje sportive, Secret, linjë për kujdesin e flokëve, Sinua, markë parfumesh dhe Sir Davis, markë whisky premium e lançuar në vitin 2024. Celine Dion, $800 milion. E lindur në Quebec të Kanadas, ajo e filloi karrierën e saj muzikore në moshë të re, duke nxjerrë disa albume në gjuhën franceze në vitet 1980. Me një zë të fuqishëm dhe dekada suksesi global, duke përfshirë rezidencat fitimprurse në Las Vegas, pasuria e saj nisi herët dhe kulmoi me mbi 220 milion albume të shitura në mbar botën, duke e bërë atë artisten kanadeze më të shitur të gjitha kohërave. Vetëm nga turnet shumë të suksesshëm në mbar botën, ajo ka fituar mbi $1.1 miliard. Celine Dion vazhdon të fitojë nga transmetimi, shitja e albumeve dhe marrëveshjet e të drejtave autoriale. Ajo fitoi njohje ndërkombëtare pasi fitoi Festivalin Evropian të Këngës në 1988. Në dhjetor të 2022-shit, Celine Dion u diagnostikua me sindromën e personit të ngurtë, një çrregullim i rrallë neurologjik, i cili ka ndikuar në aftësinë për të performuar dhe natyrshëm edhe në pasurinë e saj. Herb Alpert, $850 milion. Fillimisht i njohur për muzikën e tij, e më vonë bashkëthemeluesi i A&M Records, trumpetisti dhe muzikanti amerikan, arriti një sukses të jashtëzakonshëm financiar. Pasuria e tij buron nga disa fusha kryesore, si karriera muzikore me mbi 72 milion disqe të shitura, bashkëthemelimi i A&M Records e më pas shitja e kompanisë dhe sipërmarrje të tjera në fushën e pasurive të paluajtshme. Sot ai është 90 vjeç dhe jeton në Los Angeles, California. Dr. Dre, $850 milion. Ai është një figurë shumë me ndikim në muzikën hip-hop si rapper dhe producent. Grumbullimi i pasurisë filloi herët me sukseset në karrierën e tij muzikore dhe u rit ndjeshëm përmes sipërmarrjeve të ndryshme. Një pikë kthese e madhe ishte bashkëthemelimi i Beats Electronics me Jimmy Iovine në vitin 2006. Apple bleu Beats në 2014 për $3 miliard, një marrëveshje nga e cila Dr. Dre përfitoi ndjeshëm. Në vitin 2023, Dr. Dre shiti një pjesë të konsiderueshme të drejtave të tij muzikore për $200 milion, duke forcuar më tej gjendjen e tij financiare. Ai gjithashtu ka investuar në pasuri të paluajtshme dhe sipërmarrje të tjera. Madonna, $850 milion. E lindur më 16 gusht 1958 në Bay City, Michigan, Shtetet e Bashkuara, Madonna Louise Ciccione është një këngëtare, kompozitore, aktore dhe biznesmene amerikane. Mbretëresha e popit ka pasur një karrierë novatore dhe të qëndrueshme, duke grumbulluar një vlerë neto prej disa qindra milion dollarësh përmes muzikës, turneve dhe sipërmarrjeve të ndryshme. Ajo u transferua në New York City në 1978 për të ndjekur një karrierë në kërcimin modern dhe filloi karrierën e saj muzikore si artiste solo, pasi performoi në grupe si Breakfast Club dhe Amy. Gjatë gjithë viteve 1980 dhe 1990, ajo publikoi shumë albume dhe këngë të suksesshme, duke u bërë një ikonë e madhe e popit. Michael Jackson, $2 miliard. Ndërsa të ardhurat e tij gjatë jetës ishin të jashtëzakonshme, pasuria e Jackson vazhdon të rritet për shkak të honorareve të muzikës, licencimit dhe aseteve të tjera që mbajnë firmën e tij. I quajtur ndryshe mbreti i popit, ai pati një karrierë monumentale dhe shpesh të trazuar, që zgjati mbi 4 dekada. Michael Jackson e filloi karrierën në moshë 6 vjeçare, duke u bashkuar me vëllezërit e tij në Jackson 5. Si këngëtari kryesor, talenti i jashtëzakonshëm e çoi shpejt grupin drejt
drejt yjeve ndërkombëtare me hite si I Want You Back, ABC dhe Ben. Historia e tij shëndetësore u shënua si nga patologji të ndryshme, po ashtu edhe nga çështjet që lidhen me ndërhyrjet estetike dhe përdorimin e barnave me recet. Michael Jackson ndroi jetë më 25 qershor 2009 në moshën 50 vjeçare. Andrew Lloyd Webber, $1.2 miliard. Kompozitori i shumë hiteve muzikore, pasurinë e ka fituar nga honoraret dhe të drejtat e prodhimit. Që nga fillimi i prillit 2025, pasuria neto e Andrew Lloyd Webber vlerësohet të jetë midis 1.2 deri në $1.3 miliard. Kjo e bën atë një nga figurat më të pasura në industrinë e muzikës dhe teatrit në mbar botën. Pasuria e tij filloi të shtohet që në moshë të re me vepra që gjeneruan të ardhura të konsiderueshme përmes shitjeve të biletave, licencimit dhe honorareve. Vepra shumë e njohur, Fantazma e Operas, është shfaqja më e gjatë në historinë e Broadway dhe me fitimet më të larta të gjitha kohrave. Ndër të tjera, Webber është pronari një teatri të rëndësishëm në West End të Londrës, me pronësi të disa objekteve historike si Palladiumi i Londrës dhe Theatre Royal apo Drury Lane. Këto ambiente dhe prona jo vetëm strehojnë produksionet e tij, por gjenerojnë shumë të ardhura nga qiraja. Rihanna, $1.7 miliard. Karriera e saj muzikore e bëri atë një superyll global, por pjesa më e madhe e pasurisë së saj vjen nga sipërmarrjet e suksesshme të bizneseve si Fenty Beauty dhe Savage Fenty. E lindur më 20 shkurt 1988 në Barbados, ajo është një këngëtare, kompozitore, aktore dhe biznesmene me famë botërore. Si fëmijë, Rihanna vuante nga dhimbje koke torturuese që ishin aq intensive sa mjekët konsideruan mundësinë e një tumori. Ajo ju nënshtrua skanimeve të shumta, por nuk u gjet asnjë shkak mjekësor. Shëndeti i saj thuhet se filloi të përmirësohej rreth moshës 14 vjeçare, pasi prindrit e saj u divorcuan. Në moshën 16 vjeçare, ajo nënshkroi me Def Jam Recordings pas audicionit për Jay-Z. Që prej asaj kohe, Rihanna ka publikuar shumë albume në krye të listave, duke përfshirë Rated R, Loud, Talk That Talk dhe Anti, duke fituar çmime të shumta si Grammy dhe American Music Awards me mbi 250 milion diskë të shitur. Sot, ajo është një nga artistet muzikore më të shitura të gjitha kohrave. Paul McCartney, $1.2 miliard. Kompozitori dhe këngëtari legjendar i grupit The Beatles gëzon një pasuri të konsiderueshme, e cila rrjedh nga puna e tij solo, turne dhe të drejtat e publikimeve të Beatles. I lindur më 18 qershor 1942 në Liverpool, Angli, ai arriti suksese të jashtëzakonshme gjatë gjithë karrierës së shkëlqyer si kantautor, muzikant dhe biznesmen. Ai konsiderohet gjërësisht si një nga muzikantët më të suksesshëm dhe më me ndikim i të gjitha kohrave. Udhëtimi i McCartneyt drejt pasurisë filloi me Beatles, një nga grupet më të shitura, dhe vijoi si kompozitor kyç, kryesisht me John Lennon, basist dhe vokalist. Ndërsa të ardhurat e tyre gjatë viteve aktive ishin të konsiderueshme, punët e tyre të biznesit ndonjëherë ishin të trazuara dhe vlera e përfitimeve individuale neto në kohën e ndarjes ishte dukshëm më e vogël se pasuria e tij aktuale. Ai vazhdon të fitojë honorare dhjetra milionëshe çdo vit nga licencimi dhe përdorimi i këngëve të Beatles, si dhe nga repertori i tij i gjerë jashtë grupit. Jay-Z, $2.5 miliard. Ai konsiderohet si muzikanti më i pasur me një vlerë neto që llogaritet të jetë produkt i karrierës së tij të suksesshme muzikore dhe sipërmarrjeve të shumta të biznesit me markat si Roc Nation apo Champagne Armand dhe Brignac. I lindur me Sean Curry Carter më 4 dhjetor 1969 në Brooklyn, New York City, ai ka ndërtuar një perandori të madhe duke quar në statusin e tij si një nga muzikantët më të pasur në botë. Jeta e hershme e Jay-Z përfshin gjithashtu aktivitete kriminale, përvoja që ai pasqyron më vonë në muzikën e tij. Kjo periudhë ndonse e paligjshme i nguliti atij një mendje të mprehtë biznesi dhe bindjen për të patur sukses. Rrugëtimi drejt pasurisë filloi me karrierën e tij të suksesshme muzikore. Duke njohur kufizimet e mbështetjes vetëm në muzikë, Jay-Z i diversifikoi në mënyrë strategjike interesat e tij. Ai deklaron me shumë krenari se unë nuk jam një biznesmen, unë jam vetë biznesi, duke nënvizuar mentalitetin e tij sipërmarrës.